3 dhjetori shënohen ndërkombëtarisht si dita e personave me aftësi të kufizuar. Drejtori i shkollës Zekeria Rexha, Pleurat Rudi, ka treguar për klasën burimore që gjendet në shkollë, ku fëmijët me aftësi të kufizuara në bashkëpunim me mësimdhënësit dhe asistentët adekuate realizojnë aktivitete të ndryshme. Pos kësaj, Rudi ka treguar edhe për tranzicionin që ka pasur klasa burimore. E ka pas një lloj tranzicioni klasa burimore për të vetëm në arsye se me kohën se cilën gjë domethënë është krijuar dhe është vetë krijuar prej natyrshëm edhe prej rrethonave të cilat janë krijuar. Së pari ka qenë është duk sikur klasë speciale për nxënës të fëmijë me nevoja të veçanta në këtë aspekt. Pastaj më vonë është quajtur si klasa bashkangjitur, ndërsa tash me një vendim nga Ministria e Arsimit quhet klasa burimore. Klasa burimore ka disa aktivitete pak më ndryshe se sa klasat e bashkangjitura, për të vetëm në arsye se këtu përveç qëndrimit që e bëjnë nxënësit fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët janë ata me gjendje pak më të rëndë shëndetësore, këtu realizohen edhe aktivitete të ndryshme në kuadër të aktivit të fëmijëve me nevoja të veçanta. Normalisht që realizojnë aktivitete të ndryshme, qoftë për festa të ndryshme, qoftë për data të shënuara, të cilat duhet të realizohen me këtë shtresë të fëmijëve me nevoja të veçanta këtu në shkollën Zekeria Rexha. Sa i përket numrit të mësimdhënësve apo asistentëve për fëmijë me aftësi të kufizuara në shkollën Zekeria Rexha, Rudi tha se nuk është i mjaftueshëm. Sa i përket kësaj pjese nuk është e mjaftueshme numri i mësimdhënësve ose asistentëve për fëmijë me nevoja të veçanta që gjenden në shkollën Zekeria Rexha, për të vetëm në arsye se numri afërsisht i fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollën Zekeria Rexha është 40 dhe nëse e bëjmë një matematikë thjesht, neve do të na duhen afërsisht 20 asistentë të jenë në shkollën Zekeria Rexha, në bazë të udhëzimit administrativ siç e përcakton punën dhe detyrat e asistentës, por normalisht për momentin janë 3 mësuese mbështetëse që realizojnë aktivitetet ditore me fëmijë me nevoja të veçanta këtu në shkollën Zekeria Rexha dhe normalisht janë edhe 2 asistente të cilat gjithë këtë barë, gjithë këtë punë dhe gjithë këtë mund e realizojnë në shkollën Zekeria Rexha. Për fund, Rudi u shpreh se në këtë ditë ndërkombëtare dhe jo vetëm, është me rëndësi që t'i duam, t'i ndihmojmë dhe t'i mbështesim personat e veçanërisht fëmijët që janë me aftësi të kufizuara, sepse ata adhurojnë dashuri të pakushtëzuar.